Tani, si tham ne, guzhinën nuk e duam, po ne si shpëtojmë dot, nuk I shpëtojmë dot guzhinës. Po mirë, tani si me diçka të vogël, për shembull, një ëmbëlsirë. Po është një ëmbëlsirë shumë e këndshme. Asaj nuk I them jo asnjëherë. Edhe kemi gjetur një Erbin. Erbi është një guzhinier fantastik që gjendet në Grand Lunch, që ndodhet në godinën ku ne kemi televizionin. Mjafton të shkosh në katin e parë, në verandën e Grand Hotel Europës. Se më tregove, unë mëngjes për mëngjes aty do ndalem. I ke pikë të dobët ëmbëlsirë? A nuk duket? Dakor, po ti tani ke edhe 100 punë në shtëpi, tani problemi është se mund të vish, shumë mirë që të vish, sa aty dhe rrezet e diellit, e di sa kënaqësi është aty poshtë te veranda? Pa fund. Por nga ana tjetër, ti mund ta gatuash në shtëpi, sepse qëllimi I kronikës që kemi bërë është që gratë e dëgjojnë atë recetën, shohin Erbin se si I përzgjedh. Ana ka shpjeguar hap pas hapi? Është shumë I qartë. Provoje në shtëpi, po mos rri në shtëpi. Gatuaje dhe dil nga shtëpia, dakor? Ndjekim reportazhin. Kemi hyrë në ditët e festave, të ndryshe 10 ditë që I fundit I dhjetorit është periudha ku të gjithë përpiqemi të festojmë në mënyra nga më të ndryshme. Mirë po, gatimi dhe ushqimet janë kryesorja, sepse thuhet që dashuria hyn nga stomaku. Erbi je dakord? E vërtet, shumë e vërtet. Pra ne duhet që gjëra të mira dhe jo vetëm atë baklavan që finalizon në fund fare. Ne kemi ardhur te restoranti I Grand Lunch dhe dëshirojmë të sjellim disa receta për të gjitha ato zonja, po dhe vajzat e reja, nuk gatuajnë vetëm zonjës, ëh? Është tuar dëshirat e vajzat. Dhe ja ku kemi dhe një guzhinier kështu simpatik, gjithë I ka restoranti këtu si ti? Po. Kështu I ka të gjithë, prandaj juftoj që të provoni ushqimet një herë, por ndërkohë keni rast të komunikoni, të merrni recetat nga afër apo s'kemi kohë Erbi që të vinë këtu të marrni recetën nga ty dhe për të bërë gatimet, jo. Keni rubrikën këtu ku mësoni se si duhet të gatuajnë. Dhe sot çfarë recete do sjellim për të gjithë teleshikuesit? Sot do bëjmë një cheesecake me fruta pylli. Okej. Sa kohë do na duhet për të gjithë kjo? Një gjysmë ore, 30 minuta. 30 minuta bëhet, do ta gjeni atë kohën, mos më thoni kemi shumë punë, 30 minuta është më së miri se ka gatime që marrin nga 2 orë gjys. Më shpejt nuk ka gjë. Elementet që do përdorim për këtë gatim. Philadelphia. Krem pasticcerie. Edhe gelatin. Dhe kremin e frutave të pyllit. Okej, pra nuk pas ka shumë elemente për t'i bërë të gjitha këto. Okej. Tani unë këto shikimi këto si... Kjo është gelatin. A, kjo shkrihet? Po. Pra nuk është se... Mendova se do ambalazhojmë diçka, jo, kjo vendoset në ujë të ftohtë, edhe shkrihet. Edhe shkrihet. Ndërkohë që fruta, çfarë do përdorim si fruta? Rrush francez. Po. Mandafarat kuqe, edhe borovnica. Okej, këto janë të mjaftueshme. Mund të bëj edhe me fruta të tjera se thot dikush ku ta gjejon rrushin francez tani. Sugjeron që mund të zëvendësohet edhe me fruta të tjera, nuk ka problem. Mund të bëj papit veç me të tjerat. Me këto të tjerat. Me manafera zeza mund të gjeni në treg, mos u ankoni për elementet. Ngrirës, s'ka problem. Okej, mund të jetë gjeni të ngrirës, se thot prap nuk gjeta unë. More supermarketet e mëdha çfarë nuk kanë sot, në Shqipëri gjen çdo gjë. Okej. Sa do të jetë masa e Philadelphia që përdorim? 500 gram Philadelphia. Okej. 200 gram sheqer pluhur. Bukur, pra ne duhet ta respektojmë masën Erbi, se ke parasysh gratë, a mos e shumë është, pra ëmbëlsira ja. Pra ëmbëlsira jo do të jemi me masë të veçantë. Pra 500 gram Philadelphia, pastaj hapi rrabës. Duhet ta sisim pse s'bën sheqerit, sepse mesin kokra të mëdha, do të mesi të mësikë. A ky është sheqeri posaçëm, jo nga ato që marrim në supermarket, ë? Pra ne duhet kujdesemi me sheqerin. Po, në supermarket. Po në supermarket është ai kokër madh I bën ai? Ja, ai s'bën. Duhet sheqer pluhur. Sheqer pluhur, pra ka të bëj shumë sheqer pluhur për të bërë të ëmbëlsirë. Mos I duket impenjim shumë I madh, se kur I bleni këto asortimente do t'i keni edhe për herë të tjera. Pra, mësoni recetën një herë, pastaj kaq shumë do t'ju pëlqejë si ëmbëlsirë, sa do të dëshironi ta bëni edhe për raste të tjera. Bëhet shumë shpejt 30 minuta. Dhe fillojmë me përzien. Erdi ti ke bërë një shkollë posaçme për këtë gjë? Okej. Kryer një shkollë Tiranë te Neranzi. Po. Edhe tani je ushtron si profesion. Sa kohë ke? Tesh 6-7 vjet.
O zot sa i ri, dhe thua 6-7 vjet. E kemi pasion? Po, patjetër. Është e vërtetë që kuzhinier më të mirë janë burrat apo gratë? Apo burrat? Burrat, ë? Po pse tash i burrat? Pse tani burrat? Ka presion në kuzhinë. Për shembull ka fluksi. Dhe Se ka shumë punë. aha, burri e përballon. Po. Po vetëm të presioni apo edhe tek mënyra si i hedh gjërat? Atë mirë. Edhe të mirë, edhe. Dihet që do mbrojmë vete këta. Atë e kemi përzier rreth 5 minuta, diçka e tillë. Po. Përzihet shumë kollaj, sheqeri me Philadelphia, përzihet shumë kollaj. E hedhim gjenin në ujë, ë? E adhem që Që në të ujë, në ujë Sa? të ftoft. Në ujë të ftohtë, duhet Po. ujë i ftohtë. Pa- Sa kohë duhet të qëndroj aty? 1 minutë e shef me dorë derisa të shkrihet. Sa të shkruaj pa. Po. Këtë lloj gjelatine e gjejmë edhe këtë në supermarkete, pra Okej, sepse shumë gra janë mësuar të blejnë të ato pikat ushqimore të lagjeve të tyre dhe thotë ja këto asortimente ka, po nuk i ka kaq të detajuara. Po gjeni në supermarket e gjeni, pra duhet hyni mirë në supermarket dhe të bëni blerjet tuaja. Ndërkohë që kemi hedhur tek kjo tenxhere, Po, 260 gram krem pasticcerie. krem pasticcerie. Pra kemi një krem gati pasticcerie e masim në 260 gram. Duhet ta nxejmë pak. Jo ta flojmë. Po. Vetëm pak. Vetëm të nxehet dhe jo të vloj. Po. Për 1 minutë. Pa 1 minutë. Po. Ndërkohë, kontrollojmë Zeli, gelatinën. po, dhe mund të jetë zbutur. Po. Çfarë ndikimi do kishte xheli në një ëmbëlsirë? Pse njerëzit vendosin të thonë, a është e ëmbël? Jo, nuk është s'ka shije fare, por se ndihmon në përsirjen të rrinë në formë. A në Kjo qëndrueshmërinë e saj? Se shkri, edhe Ndaj. na duhet diçka që të mbaj Ta mbaj. si llaku i flokëve. Po. O Ergit, në shtëpinë tonë kush gatuan, apo ti je në punë dhe kush shkon në shtëpi një të tjerë? A vetëm ajo gatuan, ë? E ka pas ajo dëshirë gatimi dhe pastaj ta ka imponuar, e ka përcjellur si pasion apo jo? Ka përcjellur. Por unë vazhdova shkollën në shkollën e mesme. Po, dhe vazhdova në Ti ke qenë në zonës e Amdi Bushati, ë? Kemi dëgjuar që shkon nxjerr në zonës fantastik që janë punësuar lokalet më të mira të qytetit të Shkodrës. gjithë zënësit e asaj shkolla punësuar në gjithë lokalet. Po, e kemi dëgjuar këtë dhe bravo i qoftë asaj shkolle që nxjerr talent. Po si duket e kanë me dëshirë ata që kanë shkuar dhe pastaj shkolla ju jep mundësinë që të ecin, sepse i ka dhe kushtet për të zhvilluar praktikën e tyre plus edhe kontratat e mira që kanë me bizneset. Zakonisht të lloj ëmbëlsire kush e porosit më shumë këto? Kjo është ëmbëlsira më e shitër. A më e shitur, a? Gjithë e marrin. Edhe njëri ja kujtojmë të gjithë shikuesve emrin e ëmbëlsirës? Cheesecake me fruta pylli. Ashtu dhe. E kemi dëgjuar që e porosisin e basenet dhe është shumë mirë. Pra kam mjaftuar vetëm pak minuta. Gjeli totalisht, nuk është se mbetet diçka, jo, shiko. Ua, komplet i shtretur. Atëherë është e nevojshme që në këtë ëmbëlsirë të hedhim edhe limon, ë? Një limon. Mjafton një limon. Shtrylli, po. Limoni e bën pak të afët kam përshtypjen. Po, pak. Dhe nuk të vel kur e ha. Po. Dhe e ngurtëson. Ta pas ka dhe këtë efektin. Ja, me njëre më piksi dhe e trashi pak kremin. I miksojmë të dyja bashkë. Sa proporcione do nxjerrim nga gjitha kjo që po bëjmë? Deri në 10 porcione. Në këtë, bravo. Pra për një familje që kuptohet fëmijët do hanë nga 2 copë. Është një ëmbëlsi shumë e mirë për të gatuar.
E mban mend çfarë ke gatuar për herë të parë Erbi? Që u krenove dhe the i arrita kësaj. Me recetë kështu? Për herë të parë mund të kem qenë 15 vjeç. 50 vjeç. Çfarë realizova që thanë gjithë, Erbi e pamundur që ta kish bërë ti. Kam mësuar edhe me bë pasta. Pasat, a? Po, makarona, dita i lokali kështu. Aha. Bravo. Pata. Ke ndruar shpesh vend pune? Ja. Ja. Ja shumë shpesh. Nuk të kam lëshuar restorantet. Kam thënë Erbi, këtu, gatuan mirë. Kjo përfundoi, kjo është masa. Po si mbyllet kjo? Kështu. E vendos këtu. Dhe nuk derdhe, duhet të fsi posaçme, për masën, super. Ose fat për cheesecake. Mas e kemi bërë kremin, do na duhet që të bëjmë edhe një shtresë me biskota, a? Shtresë me biskota. Po. 300 gram biskota. Çfarë biskotash? Lotus. Këto janë më të mira për ju, a? Okej, dakor. Pra 300 gram biskota. Po. Shumë që përdor një enë druri, është më e mirë ena e druri për ta bërë këtë? Po, më mirë. Se enë tjera bëjnë zhurë, mund të thojhen. Okej. Po. Pra e drurit më mirë. I syhem ato i grimësojmë. Mund të ketë një zonjë e cila pyet, nuk mund t'i kaloj në mikse për më kollaj apo jo? Po edhe në mikse, po rrinë të disa copat mëdha. Nuk duhet rrinë copat e mëdha, duhet rrinë gjitha të vogla. Dhe prandaj ka nevojë të kontrollojë sepse mikseri i lë ca copat mëdha. Na duhet dhe 140 gram gjalp, dhe shkrim gjalpin dhe i bashkojmë me biskota. Okej. I përsim bashkë biskotat me gjalpin. Tani duhet të bëni pak kujdes se gjalpi është i nxehtë. Po mirë, duart e tua janë mësuar, kam përshtypjen, ë? Pra nuk duhet lënë që të ftohet, por edhe jo shumë i nxehtë për të gjithë ato që kanë marak duar. Gjithsesi, këshillohet që të punohet me doreza Erbi? Më mirë. Apo jo, më mirë me doreza. I shtypim shtresa. Ne kryejmë shtresën të njëjtë në çdo vend. Okej, që t'jetë niveluar mirë në të gjithë tepsin. Jam shumë kurioze në cili moment do hidhen frutat. Në fund fare. Në fund tek. Po. Biskotën duhet ta fusim në frigorifer, nëse keni në shtëpi me akull. Do ta lëmë të paktën 20 minuta. Pra para se të hedhim kremin që kemi për 20 minuta vendosim në frigorifer. Frigorifer. Po. Atëherë, e kemi lënë në frigorifer rreth 20 minuta shtohur te ngrirja. Te ngrirja. Bukur, e kemi nxjerr dhe tani ajo është e ftohtë. Po, tani hedhim kremin. Pra me atë temperaturë që ka qenë 20 minuta, nuk është se e lëmë me temperaturë ambienti. Me atë temperaturë e pasoj procesin tonë. Atëherë shtresa është hapur në mënyrë të njëtrajtshme. Kjo është një ëmbëlsirë që nuk ka nevojë për pjekje, a? Jo, absolutisht. Nëse keni qef, biskotën ose mund ta fusim në frigorifer ose mund ta pjekni. Vetëm për këtë gjë. Po, okej. Kush e dëni të jetë pak si më të djegur pjesën poshtë. Që themi ne nganjëherë ato akullore ka pak shijen si të djegur.
Por, okej. Biskotat ishin mjaftueshëm të pjekura, kështu që rasti konkret nuk ishte nevojë të Tani e vendosim në abatitor për të gjysmë ore ose në frigorifer, ftoft, agu, Aha. dhe nxjerrë. Okej. Pra e kemi nxjerrë nga frigoriferi dhe është procesi i radhës i hidhet xheli. Gjeli. Kremi i frutave të pyllit. Ky është roçeli. Po. E vendosim të. Pastaj i vendosim edhe frutet e pyllit. Pra mbasi i kemi hedhur këtë, që është edhe kjo vetëm me frutat e Po, me pyllit, frutat e pyllit. ne i vendosim për dekor Ky pjesën është tjetër. recen. Po, për dekor. I vendosim sipas dëshirës dekorin. Po. Okej. Mirë, çështja e dekorit është zgjedhje e secili, mund të fantazoni aty, shkrini talentin tuaj dhe vendosini si të doni frutat. Si fillim e heqim nga pjana. Pra me një thik anash mund ta shkëpusim, ë? Po. Jam shumë kurioztare si do nxjerrësh Sherbi. Apo ka të bëjë tepsia, duhet të jetë tepsi e këtij formati. O nuk si do ta nxjerrin gratë kështu me lupe me gjëra me. Okej, pra mirë është të kemi nga këto tepsia që mbyllen me kapse, lirohen, del e paprekur dhe e paprishur. Okej, krejt të bukur dhe në formë, pa e dëmtuar formë fare. Ka të bëjë shumë tepsia, këmbul tek fakti që ka të bëjë tepsia shumë. Duhet tepsia se s'ma. Po. Tani Atëherë vendosim frutat. Për të gjithë lishikuesit që janë duke na ndjekur, është mirë të shkojmë në restorantet ku ato gatuhen në kuzhinën aty dhe nuk porositen nga pasqyqëri dhe kushëdisin se sa ditë i mbajnë. Prandaj në Grand Lunch ju mund të vini dhe konsumoni ëmbëlsira shumë të mira të gatuara nga kuzhina, shiko sa është distanca 1 metër. Sa bën kamarieri nga kuzhina, shkoni sa afër e keni për të shkuar tek pjesa e lokalit te bari ku mund të shihoni këto gatime të mrekullueshme. Janë të freskëta, pa marrë për gjithë ata që kanë shumë problem të porosisin ndonjë ëmbëlsirë diku dhe thotë kush e di se sa ditë është bërë mos helmohen me tjera tjera. Vjen direkt nga kuzhina, gatuhet këtu dhe ja ku e keni. Pa llogaritur që ku ka dhe fluks të madh pune, ushqimet gjithmonë lëvizin, ndrohen dhe asnjëherë nuk ekziston rreziku se do më bëj dëm dhe kush e di se sa ditë do të jetë. Pra aty ku ka fluks, shikoni veranda është plot me shkodran, vizitohet që kanë ardhur nga ana e Shqipërisë dhe dëshirojnë të qëndrojnë këtu rrezik të bukura të diellit, mund të shfrytëzoni orarin e paraditës së shmrekulli, por edhe në mbazite. Një vend ideal për qëndruar, lëvizur nga redini, akomodimi që është brenda dhe çdo gjë që na bën që të ndihemi mirë në bar restorante të kësaj cilësie siç është edhe Grand Lunch që ndodhet në pjesën në katrin e parë të Grand Hotel Europa. Mos harroni, ftoni dhe miqtë tuaj nga do ku janë, lërini një takim pikërisht në qendër të qytetit. Sa e bukur dhe sa e hinjshme. Dhe me që fesat i kemi parë, sa bukur duket. Me ngjyrat e fesës, fantastike. E mrekullueshme dhe kushdo i provon të treja frutat në mënyrën se si do ndahen, prandaj jo shumë dizenjo e madhe, se pastaj nuk të qëllon asgjë se ka qellu tek pjesa e tjetrit. Të lumshin duart Derbi. Na bëf mirë. Patjetër që po, shpresojmë të kemi edhe realizime të tjera, recetë të tilla, po gjysmore, nuk i duam të gjata. Është produkt i furt. Okej, ato të gjallë do vini këtu, jo si bëjmë mrekullueshme, Erbi është specialist për këtë gjë, po më mirë kur i keni gati, se po filluat e i bët me gjithë ato asortimente, pastaj do ngatroni, fillon nga këto thjeshtat. Po, thjeshtat. Të lumshin duart, do rishihemi sërish në rubrikën tonë që kemi në emisionin Tatoke. Po u të nduam dhe unë kisha vendosur që një javë, po fare një javë do ha ëmbëlsira, se linja për fesat gjithë kujdesu blen, po rriu ndodh dukur e pas zhvetë se si e gatuan. Mrekulli. E kam ngrënë dhe në vendet të tjera, po këtu është mrekulli, sa mirë shija biskotave dhe kremi është një mrekulli. Po dhe fruta që e shoqërohen.
Lumë shënduar. Ke bërë të mirë. Do abonohem këtu për ta marrë vazhdimisht. Çimi.